sa i afër ti je në ditët e sëmundjes. Ti vetë viziton të sëmurët, ti vetë përkulesh mbi shtratin e të sëmurit, vetë zemra jote i flet atij. Me paqen tënde, ti ndriçon shpirtin e rënduar nga vujtjet e dhimbja, ti dërgon ndihmë pa e pritur, ti ngushëllon, ti je dashuri që sjell sprova dhe shpëtim, dhe ty të këndojmë himnin Aliluja, Aliluja. Ende fëmijë, kur të thërrita me vetë dije për të parën herë, ti e dëgjove lutjen time, dhe paqja e shenjtë zbriti në shpirtin tim. Më pas e kuptova se ti je i mirë, dhe bekuar janë ata që kthehen te ti. Pareshtur fillova të therras dhe tani emrin tënd therras. Lavdi ty që kënaq dëshirat e mia me gjëra të mira. Lavdi ty që më ruan natë e ditë. Lavdi ty që e zbut mundimin dhe fatkeqësinë me rrjedhën shuruese të kohës. Lavdi ty, s'ka humbje të pariparueshme kur ti je aty, të gjithëve t'u jep jetë të përjetshme. Lavdi ty që bën të pavdekshme gjithçka që është e lartë dhe e mirë, dhe që u premton mirëseardhjen të vdekurve. Lavdi ty o Perëndi për gjithë jetët e jetëve. Lavdi ty o Perëndi për gjithë jetët e jetëve. Amin.